Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Polonia shton akuzat ndaj Rusisë për sulme terroriste. Pas sabotimit në një rrugë kurorëzore strategjikisht të rëndësishme, ministri i jashtëm Sikorski akuzon Moskën për terrorizëm shtetëror. Kryediplomati polak deklaroi se ngjarjet e fundit tregojnë se nuk ishte një akt sabotimi si më parë, por terrorizëm shtetëror, sepse qëllimi i tij i qartë ishte të shkaktonte viktima njerëzore. Ministri i jashtëm polak paralajmëroi se do të mbyllet konsullata ruse në Gdansk, posti i fundit konsullor rus i mbetur në Poloni. Një ditë më parë, kryeministri polak Donald Tusk e quajti incidentin si goditje ndoshta më serioze për sigurinë e vendit që nga shpërthimi i luftës në Ukrainë. Forcave polake të sigurisë ju deshën vetëm 70 orë për të identifikuar të dyshuarit në të dy aktet e sabotimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mori zyrtarisht një draft të planit amerikan për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Plani me 28 pika garanton sovranitetin e Ukrainës. Konfirmohet një marrëveshje mos sulmimi midis Rusisë, Ukrainës dhe Europës. Garantohet që Rusia të mos pushtojë vende fqinje dhe NATO të mos zgjerohet më tej. Ukrainës i kërkohet të shkruajë në kushtetutë se nuk do të bashkohet me NATO-n, ndërsa NATO do të përfshijë në statutet e saj një dispozit që thotë se Ukraina nuk do të pranohet në Organizatën Atlantike. Për më tepër, ushtria e Kievit do të kufizohet me 600.000 ushtarë, ndërsa avion luftarak europian do të vendosen në Poloni për të mbrojtur Ukrainën. Është planifikuar gjithashtu kthimi i Rusisë në G8 dhe heqja e sanksioneve me riintegrimin e Moskës në ekonominë globale. Do të arrihen marrëveshje për transportin e lirë të grurit përmes detit të zi. Zyrtarisht Moska deklaron se nuk ka marrë asnjë informacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes kanaleve zyrtare në lidhje me planin e paqes në Ukrainë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova tha se nëse pala amerikane do të kishte një propozim, ata do të kishin komunikuar përmes kanaleve të përdorura midis ministrive të jashtme të dy vendeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmojnë bisedimet me Kievin dhe Moskën për planin e paqes. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe i dërguari i posaçëm Steve Witkoff po mbajnë komunikim si me Rusinë ashtu dhe me Ukrainën në lidhje me planin e propozuar të Washingtonit për zgjidhjen e krizës, tha sekretare e shtypit të Shtëpisë së Bardhë Caroline Levitt gjatë një informimi të rregullt. Special Envoy Witkoff, that Marco Rubio have been working on a plan quietly for about the last month. They've been engaging with both sides, Russia and Ukraine, equally to understand what these countries would commit to in order to see a lasting and durable peace. I dërguari special Witkoff dhe Marco Rubio muajin e fundit kanë punuar në një plan. Ata janë angazhuar me të dyja palët, Rusinë dhe Ukrainën, në mënyrë të barabartë për të kuptuar se për çfarë do të angazhoheshin këto vende në mënyrë që të shihnin një paqe të qëndrueshme, tha Levitt. Rubio dhe Witkoff janë parë si dy ndër njerëzit më të besuar të presidentit amerikan Donald Trump në çështjen e punëve të jashtme, duke pasur një rol të rëndësishëm dhe në arritjen e marrëveshjes për ndalimin e luftimeve mes Izraelit dhe Hamasit. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkon përfshirjen e Europës në diskutimet e planit të paqes në Ukrainë. Këtë koment ajo e bëri teksa mbërriti në Këshillin e Punëve të Jashtme duke specifikuar se nuk kishte në dieni të përfshirjes europiane në ndërtimin e planit të paqes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board. So this is very clear. Ne mbështesim një paqe të drejtë të qëndrueshme, por që çdo plan të funksionojë, Europa dhe Ukraina duhet të jenë dakord. Ekziston një agresor dhe një viktim. Nuk po dëgjojmë asnjë lëshim nga Rusia, siç është një armëpushim pa kushte, duke pasur parasysh se bombat ende po bien mbi civilët. Unconditional ceasefire already some time ago, whereas we see again over this night bombings of civilians. Tha Kaja Kallas. Dronët rus hynë në thellësi të territorit rumun. Bukureshti ngriti avionet luftarak të mërkurën pasi një dron shkeli hapësirën e saj ajrore gjatë një sulmi rus kundër infrastrukturës ukrainase pranë kufirit, tha Ministria Rumune e Mbrojtjes. Në të thuajse radari së pari kapi sinjalin një droni 8 kilometra brenda hapësirës ajrore kombëtare para se të ngriheshin dy avion Eurofighter. Pjesë të dronëve të shkatruar rus kanë rënë disa herë në tokën rumune pasi Moska sulmon infrastrukturën e portit të Ukrainës përgjatë lumit Danub. Moti i keq që ka përfshirë dhe Italinë ka shkaktuar rëshqitje dherash dhe përmbytje rrugësh në disa zona. Qirat e rrëmbyeshëm morën me vete një shtëpi në Brazano, në provincën e Gorizias. Një person u nxori gjallë nga rënoja teksa vijojnë kërkimet për dy persona të zhdukur, një burr 32 vjeçar gjerman dhe një grua 83 vjeçare. Ndërkohë të paktën 300 persona janë evakuuar pasi lumi Torre doli nga shtrati. Përmbytjet vazhdojnë kryesisht në zonën e Ligurias që është dhe më e goditura. Banorët e Slovenisë perëndimore po përballen me rebeshe shiu. Një urë në Bordeaux shëm dhe disa rrugë dëmtuan
duke I lënë të izoluar rreth 150 njerëz në vendbanime të vogla në komunën e Bërdos. Disa ndërtesa u përmbytën për shkak të ujrave, ndërsa shiu I rrëmbyeshëm shkaktoi gjithashtu shumë rrëshqitje toke. Kryetari I administratës komunale të Bërdos, Anita Manfreda, tha se ata regjistruan më shumë se 30 episode përfshirë 5 ose 6 rrëshqitje të mëdha toke. Dhjetori vitit 2025 pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në kushtet e motit në gjithë hemisferën veriore të shkaktuara nga një vorbull polare jashtëzakonisht e fortë dhe me fillim të ershëm. Ky fenomen atmosferik I shkaktuar nga ngrohje e papritur në stratosferë do të shkaktojë dobësimin vorbullës polare dhe do të lejojë që ajri ftohtë arktik të zbresë gjerësitë e mesme dhe të ulta gjeografike. Ulumtimet tregojnë se kjo do të ndikojë seriozisht në klimën dhe modelet e motit duke sjellë me vete valë të ftohta, rreshqe të dendura shiu dhe periudha dëbore veçanërisht në rajonet që zakonisht nuk janë mësuar me kushte të tilla. Fillimi I dhjetorit mund të jetë fillimi I një dimri të ashpër veçanërisht në zonat malore ku trarësia e dëborës do të jetë e konsiderueshme. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.